Në komunën e Kërçovës u mbajt mbledhja konstituite e Këshillit të Ri Komunal, ku me shumicë votash nga VMRO-DPMN, Vlen dhe LSDM, Ajhan Sulkoskiu zgjodh kryetari i Këshillit Komunal të Kërçovës. Selamu alaikum. Me më të njohe se sinqart dhe ndjen të larë përgjësie e pranoj detyren e kryetarit të Këshillit të Komunës së Kërçovës. Ju falenderoj për besimin, të cilin e shoh si detyrim për të punuar me ndërshmëri për kushtim dhe në interes të gjithë qytetarëve. Këshilli është shtëpia e dialogut demokratik. Këtu merren vendime që përcaktojnë zhvillimin e komunës sonë. Prandaj, do të angazhohem për punë transparente, konstruktive dhe të përgjeshme, ku çdo mendim do t'i respektohet e vendimet do të jenë në dobi të qytetarëve. Para nesh qëndrojnë sfida: përmirësimi i infrastrukturës, zhvillimi i ekonomisë lokale, mbështetja e të rinjve dhe mbrojtja e mjeditit jetësor, por më e rëndësishmja është të rikthejmë besimin e qytetarëve në institucionet përmes punës së ndershme dhe të hapur. Kundër kësaj ka reaguar këshilltari i Aleancës Kombëtare për Integrim Shefki Mehmeti. Sapo mbaroi mbledhja e parë e Këshillit Komunal dhe sot përfundimisht u shkel vullneti i qytetarëve, të cilët më 19 tetor vendosën që ky këshill të frymojë shqip. Siç e duket, pazaret e VMRO Vlen sa që vjen të dalin në sipërfaqe, dhe ato pazare sot edhe i qitën të marrin vesh të gjithë qytetarët. Ne si koalicion i Aleancës Kombëtare kemi zgjatur dorën e bashkëpunimit me këshilltarët e Vlenit të listës pavarur, por gjithmonë ato kanë rarë në vesh të shurdhur. Sa që vjen, domethënë do dali e gjithë marrëveshja dhe humbja e komunës së Kërçovës, do drejtohet gishi nga ato. Ne do jemi zëri i qytetarit, do mbrojmë shqiptarët, do jemi mburoja atyre e fundit në këtë këshill komunal. Shpresoj që çdo marrëveshje dhe çdo pazar të cilin ato e kanë bërë me VMRO-DPMN do vazhdoj dhe do ta nxjerrim në sipërfaqe në gjithë Kërçovën. Kundër ishin edhe nga lista e pavarur e këshilltarëve. Kujtim Kasami tha se kryetari i sapo votuar i Këshillit Komunal nuk paraqet realitetin etnik në komunën e Kërçovës. Dhe pika më pikante ishte përzgjedhja e kryetarit të Këshillit të komunës së Kërçovës, që realisht nuk paraqet dhe nuk manifeston një realitet që është komunën tonë, që është një shumicë shqiptare, dhe në këtë rast koalicionimi midis VMRO-s, DPMN-s dhe Vlen e bën që kryesuesi i Këshillit Komunal mos manifestoj realitetin objektiv dhe faktik të komunës së Kërçovës.